Prefektja e qarkut Shkodër Melinda Ngoni ka bërë një përditësim mbi situatën e zjarreve në qarkun Shkodër. Në përditësim thekson se fal kushteve atmosferike më të favorshme, merrjen e lehtë temperaturave dhe rreshtë të lokalizuar shiu, si edhe ndërhyrjes së shpejtë e të koordinuar të strukturave përgjithëse, situata paraqit aktualisht e qetë dhe plotësisht nën kontroll në të gjitha bashkitë e qarkut. Në bashkinë Shkodër, pas një vatre aktive në zonën e Pentarit gjatë natës, zjarri është neutralizuar rreth orës 5 të mëngjesit, ndërkohë aktualisht nuk ka vatra zjarri aktive dhe situata mbetet e qëndrueshme. Në bashkinë Malësia e Madhe mbrëmjen e dieshme janë raportuar 3 vatra zjarri në Dele dhe Razvesht, njësia Kastrat, Gërmir Qezme, njësia Grëmir dhe Kamic, njësia Qëndër. Zjarret u shuan me sukses rreth orës 3 pas mesnate fal angazhimit të strukturave vendore dhe forcës zjarfikse dhe nuk janë regjistruar dëmën banesa apo prona private. Lidhur me territorin e bashkitë fusharës Vaujdes dhe Puk, nuk janë raportuar incidente apo vatra zjarri gjatë 24 orëve të fundit. Situata është e qetë dhe nuk ka pasur asnjë raportim për emergjenca. Të gjitha strukturat angazhuara mbeten në gatishmëri të plotë dhe po vijnë monitorimin intensiv të territorit me qëllim reagimin në kohë reale ndaj çdo rreziku të mundshëm që mund të paraqitet, bëhet me dijen e njoftim.